Derivati I funksionit logaritmik eksponencial trigonometrik. Këto derivate jepen me anë të disa teoremave pa vërtetim. Teorema e parë. Derivati I funksionit logaritmik y, logaritmi me baza e x-it, ku x-i është pozitiv dhe a-ja pozitive e ndryshme nga njëshi, është I barabartë me 1/x ln e a-s. Në qoftë se funksionin e kemi ln e x-it me bazë e, atëherë y primi do jetë thjesht 1/x, sepse ln e s është 1. Teorema e dytë. Derivati I funksionit eksponencial a në fuqi x, ku x-i është nga reja, dhe a-ja përsëri është pozitive e ndryshme nga njëshi, është I barabartë y primi me a në fuqi x ln e a-s. Në qoftë se funksionin e kemi e në fuqi x, y primi përsëri është e në fuqi x. Është I vetmi funksion që nuk ndryshon nga derivati. Derivati I funksionit y baraz me x në fuqi alfa, ku x-i pozitiv dhe alfa është nga reja, derivati është I barabartë me alfa e x në fuqi alfa minus 1. Me që alfa është numër real, mund të jetë dhe numër racional dhe ne e kemi dhe në formë fuqie dhe në formë rrenje. Për shembull, rrenja me tregues 5 e x-it në fuqi të 4, kjo shkruhet x në fuqi 4 të 5. Pra alfa është 4 të 5. Y primi është I barabartë me 4 të 5, x në fuqi 4 të 5 minus 1. 4 të 5, x në fuqi 4 të 5 minus, njëshin e mendojmë 5 të 5, del minus 1/5, në bazë të vetive të fuqive, kjo del 1/x në fuqi 1/5, dhe përfundimisht y primi është I barabartë me 4/5 rrenja me tregues 5 e x-it. Derivati I funksionit trigonometrik y baraz me sinus x. Do vërtetojmë që ky është I barabartë me kosinus x. Marrim për kufizimin limiti kur h-ja shkon në 0 e sinus x plus h minus sinus x përmbi h, kur h-ja shkon në 0. Ky është derivati I sinus x-it, ose sinus x prim. Këtë e kthejmë në prodhim, dhe del limiti pas të formulave të trigonometrisë, kur x I shkon në 0, kjo jep 2 kosinus x plus h plus x përmbi 2 sinus x plus h minus x përmbi 2 përmbi h. Baraz me limitin kur h-ja shkon në 0, h-ja shkon në 0, 2 kosinus x plus h mbi 2. 2x plus përmbi 2, x plus h mbi 2, sinus x me x të shtohet, h mbi 2. Tani kur h-ja shkon në 0,
Kosinusi, h-ja këtu shkon në 0, ngelet kosinus x. Edhe dyshi ngelet këtu. Këtu kemi sinus h të dyta përmbi h është 0 përmbi 0. Duhet jetë i njëjti kënd edhe këtu, shumëzojmë dhe pjestojmë me 2. Dhe kur h-ja shkon në 0, dhe h të dyta të shkon në 0. Ky limit është i barabartë me 1. Dyshi me dyshin këtu thjeshtohet, kosinusi i x plus h të dyta kur h-ja shkon 0 shkonte tek kosinus x-i. Pra, derivati i sinus x-it është i barabartë me kosinus x. Gjejmë derivatin e tangent x-it. Tangent x-in ne e shkruajmë sinus x përmbi kosinus x dhe e marrim si derivati i raportit. Derivati i sinus x-it është kosinus x her kosinus x minus derivati kosinus x-it është minus sinus x her sinus x përmbi kosinus në katror x baras me kosinus në katror x plus minus me minus plus sinus katror x përmbi kosinus në katror x. Kjo është formula themelore e trigonometrisë. Sinus katror plus kosinus katror jep 1 mbi kosinus në katror x. Pra, derivati i tangent x-it është i barabartë me 1 mbi kosinus në katror x. Dhe derivati i kotangent x-it është i barabartë një lloj me të njëjtën mënyrë del minus 1 mbi sinus në katror x. Të bëjmë ca ushtrime. Y baras me 2x në katror minus ln e x-it. Të gjejmë derivatet e këtyre funksioneve. Kemi fillimisht si derivatin e shumës, derivatit parës minus derivatin e të dytës. Dyshi del përpara, 2 × 2 4x minus derivati ln e x-it është 1 mbi x. Y baras me ln x-it përmbi x. Y primi është derivati i raportit. Derivati i fati x-it erg minus derivati g-s er fa x-it përmbi g në katror. Atëre derivati i ln të x-it është 1x er x minus derivati i x-it është 1 ln e x-it përmbi x në katror. X-i me x-in këtu thjeshtohet, y primi del 1 minus ln e x-it përmbi x në katror. Për x-e më të mëdhenj se 0. Y baras. Të janë ushtrime të thjeshtë dhe zakonisht këta ushtrime janë dhënë në 13 pyetjet e para me nga 1 pikë me rrethim. Prandaj dhe këto kanë rëndësinë e tyre. Derivati i prodhimit është me derivatin e f-s her g, pasaj plus derivati i g-s her f. Derivati i x-it në katror është 2x her 3 në fuqi x, plus derivati i 3 në fuqi x është 3 në fuqi x ln e 3-shit her x në katror. Kjo është a në fuqi x er ln e a-s. Në rastin ton a-ja është 3. Pra, y primi del 2x plus ln e 3-shit her x në katror her 3 në fuqi x mund ta faktorizojmë.
y baras me e në fuqi x përmbi 1 plus e në fuqi x. Atëre y primi baras me derivati fes është e në fuqi x ngellet e në fuqi x. 1 plus e në fuqi x që është g-ja. Minus derivati i g-s i njëshit është 0, e në fuqi x është e në fuqi x, e fen që e kemi e në fuqi x, përmbi 1 plus e në fuqi x në katrar. Kryejmë veprimet këtu, e në fuqi x her 1 e në fuqi x, plus e në fuqi x her e në fuqi x, vete e në fuqi 2x, minus e në fuqi 2x, përmbi 1 plus e në fuqi x në katrar. E në fuqi 2x me e në fuqi 2x thjeshtohet dhe y primi del e në fuqi x përmbi 1 plus e në fuqi x në katrar. Y baras me rënje x-it e në fuqi x. Këtu do të trajtojmë si derivati i prodhimit. Y primi është i barabart me derivatin e fes që është 1/2 rënje x-it e në fuqi x plus derivati e në fuqi x që është e në fuqi x e rënje x-it. Këtu faktorizohet e në fuqi x-it, e në fuqi x, 1/2 rënje x-it plus rënje x-it. Mund të kthejmë dhe në emrus të përbashkët këta, edhe ngellet e në fuqi x, emrus i përbashkët është 2 rënje x-it, 1 plus 2x. Y baras me x përmbi rënja kubike e x-it në katrar. E kthejmë në formë fuqie, x përmbi x në fuqi 2/3. Kur pjestojmë dy fuqi me bazat të njëjta, zbriten eksponentët, 1 minus 2/3, x në fuqi 1/3. Pra y-in, përshkruajmë dhe njerë, është x në fuqi 1/3. Y primi del 1/3, x në fuqi 1/3 minus 1, paras me 1/3, x në fuqi minus 2/3. Përfundimisht, y primi del 1 përmbi 3, x në fuqi 2/3, është negative zbret poshtë, 1 përmbi 3, rënja, tregus 3, e x-it në katrar. Y baras me 1 minus sinus x, përmbi 1 plus sinus x. Ky është derivati i raportit, y primi baras me derivati i fes është minus cosinus x, që shumëzon gen 1 plus sinus x, minus derivati i g-s është cosinus x, e fen 1 minus sinus x, përmbi g në katrar, 1 plus sinus x në katrar. Kryejmë veprimet këtu, minus cosinus x, minus sinus x, cosinus x, minus cosinus x, plus cosinus x, sinus x, përmbi 1 plus sinus x në katrar. Ky shtojmë në shenjat kundërta, minus sinus x cosinus x plus cosinus x sinus x,
Dhe përfundimisht y primi del. Minus cosinus x minus cosinus x minus 2 cosinus x përmbi 1 plus sinus x e gjitha në 4.